Zë Rexhepi, po nis me ju, qa kjo puna Petra Mbllocin, valla? Faktikisht duhet nismi edhe nga koha kur janë funksionalizuar Kosova B dhe Kosova, për shembull Kosova datën qysh nga vitet 60 deri në vitet 70, kurse Kosova B fillimin e punës e ka në vitet 80, në mundin 82, edhe optimumi i tyre është zakonisht 30 deri në 40 vjet, kështu që faktikisht këto ramje një farë mënyrë apo tjetër nga një janë të papritura. Megjithatë varen shumë faktorë, pra varen nga shumë faktorë sepse një farë mënyrë apo tjetër kemi ramje të tilla. Biles vitet e mëhershme ka pas ndoshta më shumë ramje, pra nga sistemi. Megjithatë, unë mendoj që këto kërkojnë një mirëmbajtje adekuate, një mirëmbajtje bazike të përhershme, edhe monitorimi duhet të jetë i vazhdueshëm nga se janë shumë të ndjeshme, sepse është një kompleks i tanë i komponenteve që ndërthurë në prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet, pra në parametrat termike, në parametrat elektrik e kështu me radhë. Kështu që kërkojnë pra një monitorim dhe një mirëmbajtje të vazhdueshme. Shabiu, jo një iniciativë që po luftoni për mos me shtrejtu rrymë, mirë, po para se dalim pikërisht ajo, sepse nesër do të ketë një aktivitet, po duhet që pyes se bashkëtarëve po ndodhen çto, a është punë keq menaxhimesh, si e vlerësoni ju? Po tash me fol për shtërtim të rrymës, me një vend ku kërkush pothuajse nuk ja ka idenë se çfarë ka ndodhur me situatën aktuale, përkundërse kemi njerëz mjaft mirë besoj të fushës që japin analizat e tyre, por dje kemi pa deklaratat që sot në orat 8 do të rifunksionalizohet domethënë bloku i cili ka ra, dhe ne sot u zgjuam me disponim në orat 8 që do të kemi funksionalizim, ndërsa tash e pam në orët e mbrëmjes që asnjë domethënë bloku nuk ishte fare funksionant, që do të thotë që kemi edhe deklaratat pa matur edhe të aktorëve të cilët nuk ja kanë pothuajse as idenë se me çka menaxhojnë, se çfarë resurse kanë marrë përsipër me menaxhu. Kjo normalisht na jell edhe dyshime. Pse na jell dyshime? Pikërisht në fazën kur po flitet për rritjen e çmimit të energjisë, po kemi probleme të tilla me blloqet. A është kjo, tash mos në shohemi në kësi lloj konspiracione, po kjo na dërgon gjithmonë drejt pyetjes asaj se apo ndodh kjo për të arsyetuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike, edhe sa domethënë një prej pyetjeve që e bën asaj edhe publike drejt ministrisë ose edhe drejt korporatës energjetike, sa ka qenë sot kostoja që e importi që është dashur me bë, domethënë kemi mungesë pothuajse të theksuar të transparencës dhe komunikimit me qytetarin, po mendoj që është fakti këto pra që i gjithë qyteti i Prishtinës ka mbet pa ngrohje. Për shkak të energjisë elektrike. Krejt që qyteti ka mbet pa ngrohje dhe të kemi të qartë diçka. U desht zoni qytetar për me qit, po duket në pa gjitha problematikat e cilat janë në sektorin elektroenergjetik në Kosovë. Pra, ka qenë një lloj heshtje, nuk e di, ndoshta një heshtje e qëllimshme. Kom pa shumë pak zona. Deri tash, unë nuk jam ekspert i kësaj fushë, jam biolog me profesion, por nevoja si qytetar mu angazhu, ka bo që me këto një mujt e fundit jam të marrë veç me pjesën e energjisë, sepse është fushë interesit për neve si qytetar, jo dikush me punu prapa shpinës tonë, me ide që ne nuk marrim vesh asgjë, po besoj mendimin